konsumohet pa rezultat edhe ky vendim i gjykatës kushtetuese të Kosovës? Atëherë ajo çfarë në këtë rast personalisht më shqetëson, përmendoj se dhe pjesën dërmuese të ndjekësve të situatës politike në Kosovë është jo idea e këtij momenti në kuptim të asaj që nuk ka një lloj relevance të madhe një pjesëtar i komunitetit serb për të qenë një nga 5 nënkryetarët e kryesisë së parlamentit të Kosovës. Por ajo çfarë duhet të na shqetësojë në këtë rast dhe që përbën realisht një moment jo të favorshëm për pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare është se tani më po shndrohen serbët në viktimë përpara optikës dhe fokusit të diplomacisë ndërkombëtare. Andaj mendoj se kjo nuk duhet të ndodhi nga partitë politike të Kosovës, duhet të tregon pak më të zgjuar, do ta them, më tolerant në përzgjedhjen e këtij antari të kryesisë nga komuniteti serb, për faktin se tani më zëshëm dhe zhurmshëm Beogradi, por edhe lista serbe, në përgjithësi politika serbe po e shfrytëzon këtë rast duke treguar gishtin tek një mungesë të vullnetit shqiptarët që kanë dhe se komuniteti serb atje po rrezikohet gjithnjë më shumë nga shqiptarët. Kjo është ajo çfarë realisht duhet të shqetësojë të gjithë klasën politike të Kosovës dhe gjykimi apo vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë rast, unë mendoj se është i drejtë për faktin se jep edhe një mundësi politikës atje që të reflektojë për ta zgjedhur ata antarë të kryesisë kuvendit të Kosovës. Dhe shpresoj që në këto 12 ditë, në momentin kur do të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese, që klasa politike e Kosovës të reflektojë mbi këtë moment dhe mos t'i japim alibi apo mundësi dhe hapësirë akoma më shumë një ofenzive të diplomacisë serbe, e cila në këtë rast absolutisht mezi po pret si thua lëshime të kësaj natyre për të viktimizuar veten edhe pse ato janë agresorët. Zoti Dili, ky afat 12 ditor pra i shënis pas publikimit të gjykimit të plot, sa mund të jetë i mjaftueshëm për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë nga ana tjetër? Për konstruimin e kuvendit, mendoj se nuk, në qoftë se ka vullnet, nuk është se do shumë kohë kjo. Atë çfarë unë paraqita si shqetësim më herët, mendoj se mund ta lexojnë edhe shumë më mirë padyshim liderët politik të Kosovës. Në këtë rast unë mendoj se duhet të kemi një lloj tolerance, të ketë një reflektim mbi këtë moment i cili padyshim dëmton Kosovën dhe nuk duhet të përllogaritur si thua interesi politikës ditore mbi atë çfarë ne kemi më të rëndësishme që është kauza e pavarësisë të Kosovës. Dhe në këtë rrafsh mendoj se mund të kemi përzgjedhjen e antarit të komunitetit serb në kryesinë e kuvendit, ndërkohë që për qeverinë këtu jam shumë skeptik dhe skepticizmi lidhet për mendimin tim edhe me një moment tjetër në të cilin që të gjithë neve e dim, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërprejnë dialogun strategjik me qeverinë e Kosovës, të nesërmen uftuan në ambasadën e Amerikës në Prishtinë 3 përfaqësuesët e opozitës së deridjeshme të Kosovës dhe nuk e dim se cilat realisht kanë qenë ato bisedime dhe kush mund të jenë sugjerimet apo direktivat e Amerikës në këtë rast se çfarë pozicioni do të mbajnë ish partitë opozitare të Kosovës nëse do të formojnë qeverinë apo do të qëndrojnë në pozitat dhe qëndrimet e tyre për të patur zgjedhje të jashtëzakonshme. Mendoj se të gjithë klasës politike më shumë i intereson zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme që quhen atje, por uroj e shpresoj që për zgjedhja e antarit të kryesisë të kuvendit të Kosovës të bëhet më shpejt për t'i dhënë mundësi për të patur Kosova edhe atë çfarë quhet institucioni bazik pra kuvendin funksional. Për faktin se është shtet parlamentar dhe të gjitha ligjet burojnë nga parlamenti. Në kuptim të kësaj dhe të nesërmen nuk e dim se si do të jetë varianti i aspektit ligjor në qoftë se kuvendi nuk është funksional dhe nuk është i konstituar
për shpalljen e zgjedhjeve apo qoftë edhe për vendime tjera. Pra Kosova sot është pa dy institucionet bazike të asaj çfarë quajmë shtetet parlamentare. Pa konstituimin e parlamentit të kuvendit dhe pa qeveri. Andaj, shpresoj që të konstruohet kuvendi, që të jepet mundësi edhe aspektit ligjor të nesërmen për të patur zgjedhje të jashtëzakonshme, por bazuar në atë çfarë quhet legislativ. Qartë. Mirë, zotja Dili, po mbyllim këtu për ditën e sotme, ju falenderoj, ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Faleminderit, punë të mbarë. Kënaqësi. Mirë, Egon, për të vazhduar këtë bisedë së bashku, si e lexon ti vetë përfshirjen e vetëvendosjes së Albin Kurtit në zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, duke mbështetur pra këtu koalicionin Vlen, a mund të jetë kjo thjesht simbolike apo mund të jetë edhe një strategji e shëllimshme pra për zgjerim politik rajonal? A mund të jetë, si the, mund të jetë... Atëherë, a mund të jetë kjo thjesht simbolike, apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një strategji pra e shëllimshme për zgjerim politik rajonal? Shiko, duke marrë parasysh që lëvizja vetëvendosje pati edhe një tentativë, po them, të zgjerimit të saj edhe këtu në Shqipëri, Griselda, jo, sigurisht që nuk mendoj që është thjesht simbolike, mendoj që është një strategji për zgjerim rajonal të interesave që lëvizja vetëvendosje advokon edhe kërkon që të çojë përpara. Por, sa i takon rastit konkret të mbështetjes së koalicionit Vlen në Maqedoninë e Veriut, ndoshta këtu mund të krijojë edhe një farë keqkuptimi ose mos kuptimi tek elektorati shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke qenë se koalicioni Vlen është në koalicion më të madh qeveritar me një forcë e cila është nacionaliste dhe e djathtë, e cila po themi nuk është në përputhje me të paktën me disa vlera dhe ideologjinë politike të lëvizjes vetëvendosje që është e majtë nga ana tjetër. Sa ndikim real mund të ketë kjo, Egon, pra mbështetja e një partie kosovare në elektoratin shqiptar në Maqedoni? Mendoj që ka një efekt të dyfisht, efekt mobilizues padyshim tek votuesi anti-establishment. Kujtojmë këtu që sa i takon politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti është parë gjithmonë si establishmenti i shqiptarëve në atë vend. Kështu që rolin e mobilizuesit kundër Ali Ahmetit mund ta ketë deri në një farmase, duke qenë se edhe koalicioni qeveritar Vlen VMRO DPMNE ka vetëse një vit e pak në pushtet dhe ende po themi mund të mos jetë krijuar atmosfera dhe sentimenti i nevojshëm për ta kundërshtuar dhe për t'i bërë një opozitë, sepse shumë pak kohë kanë ende në pushtet. Nga ana tjetër mund të riskojë edhe një kundër efekt, çdo monedhë ka dy ande, themi, ku po themi ka një garë të ashpër në Maqedoninë të Veriut midis Vlen dhe BDI-s, duket sikur nuk është thjesht garë për zgjedhje rajonale, por është garë për zgjedhje parlamentare. Dhe kjo gjë, ndërhyrja e vetëvendosjes mund të perceptohet edhe si një ndërhyrje e jashtme më shumë tani edhe tek pala Maqedone, Slavo-Maqedone. E qartë, duke qenë se vetëvendosja e gon, pra ka zgjedhje lokale në Kosovë në datën 12 tetor dhe përballet gjithashtu pra si e dim edhe me krizë politike të brendshme, a rrezikon kjo lëvizje të perceptohet si një shpërqendrim nga problemet e Kosovës? Qartë, unë nuk i kam ndjekur, që t'jem konkret, nuk i kam ndjekur reagimet e politikanëve të opozitës në Kosovë apo përfaqësuesve zërave të ndryshëm opozitarë në Kosovë në lidhje me këtë gjë, në lidhje me përfshirjen, po themi, të vetëvendosjes në zgjedhjet lokale në Maqedoninë të Veriut. Mendoj që nga ana tjetër besoj edhe vetë përfaqësuesit e vetëvendosjes mund ta kenë si një barë këtë gjë, sepse mjafton për shumë nëse mendon veten se je në një parti politike, po të vendosësh veten në vendin e tyre dhe ke angazhime të brendshme mjaft me rëndësi, siç është konstituimi i kuvendit, siç është votbesimi i qeverisë, siç është ndërprerja e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presioni ndërkombëtar, dhe nga ana tjetër do duhet që të merresh me mbështetjen e partnerit politik në një shtet tjetër. Kjo patjetër që është kosto, po e shoh nga pikpamja, po them të shije e vetëvendosjes. Por edhe besoj që e tillë perceptohet edhe në elektoratin e Kosovës brenda, po them, brenda të Kosovës, si një përhapje dhe harxhim energjie dhe si thuash mbase i nevojshëm, mbase i panevojshëm, por në një moment gjithsesi
të vështirë për vetë lëvizjen vetëvendosje në Kosovë. E qartë, nga ana tjetër, sa rrezikon dhe ky angazhim pra marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pra duke qenë se një qeveri legjitime në Shkup tashmë përbëhet nga një koalicion i gjerë ku vetëvendosja merr anë hapur pra vetëm për njërin blok. Po, lëvizja vetëvendosje ka bërë, thash rastin e Shqipërisë, kthehemi tek rasti i Maqedonisë së Veriut, padyshim janë lëvizje atipike. Zoti Adili tha që i ngjajnë, po themi, përpjekjes Beogradit zyrtar për të ndikuar në arealin e botës serbe në Ballkan, pra në kuptimin analog të fjalës dhe lëvizjes vetëvendosje për të ndikuar në arealin e botës shqiptare në rajon. Konkretisht, unë nuk mendoj që në momentin që flasim ka një rrezik për të tensionuar marrëdhëniet midis dy shteteve nënkuptor, midis dy qeverive, duke qenë se lëvizja vetëvendosje mbështet partnerin e koalicionit qeveritar në Shkup, por të mos harrojmë që në Maqedoninë të Veriut mund të ndodhë që siç tha dhe zoti Adili, të kemi zgjedhje të parakohshme, rezultati të cilave sa i takon palës maqedone nuk mund ta paragjykojmë, mund të fitoj, po themi, opozita, LSDM-ja, e kupton? Nga ana tjetër, edhe tek pala shqiptare, në një moment të dytë ndoshta, po pse jo tani, ndoshta Bashkimi Demokratik për Integrim, AKI-ja me zotin Ahmeti, mund të fitoj shumicën e komunave. Mund të ndodh, pra flasim gjithmonë hipotetikisht, që nesër në zgjedhjet e parakohshme ose në zgjedhjet e rregullta të jetë partner koalicioni BDI-ja. Dhe natyrshëm do të vi edhe një farë, mendoj unë, ftohje e marrëdhënies me Prishtinën zyrtare, gjithmonë nëse në Prishtinë do të jetë zoti Kurti ende në qeverisje. Qartë. Mirë, se i përket problemeve të brendshme pra të Kosovës dhe krizës politike tashmë që kanë në Kosovë, ashtu si diskutuam me zotin Adili, ambasadori i BE-s ka bërë thirrje për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë sa më shpejt. Egon, sa ndikojnë këto presione ndërkombëtare në vendimet politike të Kosovës dhe sa do të realizohen? Sa ndikojnë, mendoj fare. Kemi rastin e zotit Kurti që i përgjigjet, po themi, deklaratës ambasadës amerikane për prishje për ndërprerje pezullim të dialogut strategjik mes dy vendeve, me një shprehje, po them, po e perifrazoj, pa e cituar shprehimisht, që shkëputja e Serbisë nga Rusia, nëse është në interesin amerikan, nuk është puna ime. Domethënë, kjo mund të lexohet edhe si, patjetër mund të lexohet si mbrojtje e interesave të një qeverie legjitime në vendin e vet, po mund të lexohet në raport me partner ndërkombëtar edhe si kashillik. Dhe ka zëra opozitar, mbase të gjithë zërat opozitar. Në Kosovë lexojnë si kashillik apo jo. Nuk kam ndonjë arsye të them që presionet e Bashkimit Evropian do të kenë më shumë efekt se sa presionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa do të realizohet? Unë mendoj që është në interesin e qeverisë Kosovës drejt për drejt që të përmbyllet konstituimi i kuvendit të Kosovës dhe të gjendet mekanizmi i një zgjidhje dhe këtu është edhe një thirrje drejtuar partive opozitare që një kandidat serb për nënkryetar kuvendi, jo pjesë e listës serbe, të votbesohet, të marrë votbesimin e shumicës dhe ky kapitull i kuvendit të Kosovës të mbyllet sepse realisht është e tepërt. Që pastaj të hidhemi tek hapi tjetër, tek votbesimi i qeverisë. Mirë, Egon, ti thua pra që këto presione nuk do të ndikojnë ashtu si nuk kanë ndikuar dhe ato pra të SBA-s tek kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por sigurisht që këto ashtu se di mund të kenë edhe rreziqe. Cilat mund të jenë këto rreziqe dhe vonesat e formimit të institucioneve për stabilitetin ekonomik, por edhe politik të vendit? Patjetër, ne jemi në kushtet e vijimësisë sanksioneve ose të masave që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj qeverisë Kurti. Do të thoja unë në mënyrë të padrejtë, por çfarë rëndësie ka kjo, ato vijojnë të jenë aty. Nga ana tjetër jemi në kushtet e pezullimit të dialogut strategjik pikërisht për shkak të komunitetit serb aty. Pikërisht për shkak të, në besimin tim, për shkak të listës serbe, të bërit listës serbe faktor. Unë në një pikë bie dakord me zotin Adili, që rreziku i madh i gjithës kësaj është vërtet kthimi i listës serbe në një faktor politik në Kosovë. Tashmë përfundimi i seancës konstitutive të kuvendit të Kosovës po varet nga lista serbe. Unë dhe besoj çdo shqiptar tjetër normal, nuk dëshirojmë që edhe votbesimi i qeverisë nesër
të varet sërisht nga lista serbe. Duket se lista serbe është bërë emëruesi i përbashkët i gjithë problemeve institucionale muajt e fundit, apo ditët e fundit, apo javët e fundit, që ka Kosova. Dhe kjo është pasoja më e madhe negative, më shumë se sa sanksionet e Bashkimit Evropian, më shumë se sa qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i takon dialogut strategjik. Qartë, mirë, Egon, për ta mbyllur, nëse kuvendi nuk konstituohet brenda këtij afati, cilat do të jenë opsionet ligjore nga ana tjetër, por edhe politike që mund të përdoren pra për të shmangur edhe krizën institucionale që ndodhet në Kosovë? Besoj që shiko, kjo që po ndodhet në Kosovë është e paprecedente dhe është e vështirë të bësh parashikime, sepse jemi përtej të gjitha klauzulave dhe parashikimeve që Kushtetuta e Republikës së Kosovës i jep. Kështu që do duhet të spekulojmë politikisht, të spekulojmë edhe nga pikpamja ligjore. Por mendoj që gjykata kushtetuese besoj do të mblitet sërish edhe ndoshta do të dalë me një afat të ri, po kësaj here mendoj duke vendosur edhe kritere specifike. Tani nuk po guxoj të spekuloj më shumë se kaq, sepse është vërtet terren i minuar kjo pjesë. Thash, jemi përtej kushtetutës këtu. Dhe është shumë e holl vija midis interpretimit kushtetutës edhe të shkruarit të kushtetutës, diçka që është antikushtetuese në thelb. Kështu që më shumë se kaq nuk po guxoj të spekuloj. Është qartë, mirë. E mbyllim këtu për këtë pjesë të parë, dhe më pas rikthehemi tek pjesa e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer sërish pra në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek dy tema të rëndësishme. Do ndalemi tek zyrtarët e lartë të grupit palestinez, të cilët kanë kërkuar ndryshime në disa pika të planit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump pra për rripin e Gazës. Këto pra sipas një burimi nga Hamasi. Dhe në temën tjetër do ndalemi tek Rusia, e cila po punon fort pra për të forcuar dhe forcat e saj të armatosura, duke ju përgjigjur kështu pra një pyetje në lidhje me një thirrje të sekretarit të mbrojtjes të SBA se Amerika duhet të përgatitet nga ana tjetër për luftë dhe për të siguruar edhe paqen. Egon, do doja që këtë bisedë ta nisim së bashku fillimisht. Si e vlerëson kërkesën e Hamasit pra për garanci ndërkombëtare për tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza? A mund të jetë vërtet kjo një kërkesë e realizueshme? Kjo është politikisht e kuptueshme, por praktikisht e vështirë, megjithse jo e pamundur. Plani, rikujtojmë këtu shkurtimisht, plani 20 pikësh i propozuar nga Amerika parashikon armpushimin, shkëmbimin e pengjeve, tërheqje të niveluar, po themi me faza të Izraelit dhe ajo më e rëndësishme është administrimi tranzitor me përbërje patjetër ndërkombëtare. Tani, çështja e Hamasit është që Hamasi kërkon disa garanci. Së pari kërkon garanci tek pjesa e armpushimit dhe e demilitarizimit, dhe këto janë garanci të natyrës së sigurisë. Kush do t'u garantoj, po themi, militantëve, pra krahut ushtarak të Hamasit dhe atij politik të Hamasit, se ata do të jenë të sigurt, po themi, dhe nuk do të përfitohet prej çarmatosjes së tyre. Nga ana tjetër kërkojnë garanci për atë që është etapa e fundit, që është administrimi ndërkombëtar i Gazës. Ata nuk janë dakord që Gaza të administrohet me mos